Skandale. Klasa gati, kemi 5 minuta me një test. Okej, Zusha. Pyetja parë. Kur I duam kafshët, duhet? Futemi te ferma VIP. Tu është te ferma VIP. Jo, e ka Arban atë. Duhet kujdesemi për ta. Okej. Ako ma I pik. Kujdes tu. E keni përgjigje brenda pyetjes. Okej. Pyetja tjetër. Kur duam të gjejmë dashurinë, duhet? Futemi te përputhjen, Zusha. Jo, duhet të komunikojmë. Çfarë këta? Përputhjen nuk e di? Jo. Aty gjet dashuria e vërtet. Pastaj futesh me ne tjera çift. E fundit. Po e gjete këtë, do t'i shuaj dhe dy tjera. Okej. Kur duam të bëhemi të suksesshëm, duhet? Të futemi te Big Brother VIP. Jo, Ha. duhet shojmë skandalen. Po mi ma shuj, pra me që jemi pjesë e skandales. Po ta shuaj. Ma shuj, pra. Okej, mora 10! Po si më nuk gjeta asnjë, pa një më pak të Një një. 5 ta këshama, një 5 ta këshama. Po nëse pra do skandales kështë shumë drejt. Kërja punat e me nuk ka, po nëse gjithsesi na ka marrë çik mendje në reality show, në të drejtë. Ke shumë drejt dhe ne që të marrim mendjen këtyre tani, do bëjmë dhe ne sfida për reality show. Hadi e nisëm me të parën. E para intervistoni Monikën në Spak. Monika Big. Ne jemi sot në Spak dhe do pyesim Monikën çdo gjë përveç se gjyqi, se nuk na intereson as pak fare. Dhe kemi qëllim të vetëm ta tundim siç e tund Selina. Na shihni. Je shumë e mirë. E ka dhe pa doan se shmiro kremave. Shpejt. Na falë për veshjen kështu. Taksi. Më shkoni ti? Outfit of the day. Tani, për gjyqin. Li gjyqin, Selina dhe Miri, ç'a janë? Çift apo thjesht aleancë për lojë? Aleancë për lojë mi shoqe. Të kaq budalla që ju duket Selina, ju dhe kaq budalla Miri? Rogerti, mendon që lojtari fort apo thjesht po e bën kështu kohë? Rogerti do vëmendje, por te I kalon normat. Është vërtet që Miri është banori I preferuar? Në fakt, banorja ime preferuar është Selina. Dhe tuni mirë së tuni. A tuni mi çikse tuni Selina? Tuni më Selina. Se tu ndonë që si puna ju? Ta vëm dhe I foto? Ta vëm dhe I foto kështu me Selina? Edhe kështu. Si koreanët. Sarange është të dua, jam Samida, Saraja Monika. Sarange dhe unë juve. Sfida tjetër, bëni duet me Loren. Këtë dhe bëj unë, se... Amanet? Se hasi Leonete. Amanet, nete bëna. Mos mi prish këtë ëndra, Jam më mirë, nuk bëj lojna. ojna qef si dojna. Aele, le, ku mbete. Aele, le, jo me vete, ja. Amanet. Asiloj amaneti. Asi me amaneti, me higani. As Leonete. Tani është pjesa më e vështirë, duhet t'i vendosim njerëzit përpara zgjedhjes. Big Brother apo Antala? Këto zjedhin. Dëndën. Big Brother VIP apo Antala? Kush është këtë tjetra? Antala. Nuk e njoh çfarë është. Antala është si Bigu, po është më mirë. Bigu. Pra ndjek Antalen. Big Brother VIP apo Andale? Una? Big Brother VIP apo Andale? Ku ti kjo nana? Andale tha, tha Andale, për zot tha Andale. Big Brother VIP apo Antala? Nuk i ndjek fare. Antala. Nuk i ndjek fare. Tha Antala. Big Brother VIP apo Andale? Nuk e ndjek fare. Besoj Big Brother VIP, sa Andale në njerë. Jo, nuk e ndjek. E ndjek ka, shumë falinderit. Je shumë e mirë, e ndjek ka Andale. Big Brother VIP apo Antala? Jo, nuk merrem fare mi. Nuk merresh me Bigun, merresh vetëm me Antala. Nuk I qof, jo. Okej. Shumë faleminderit. Shë Antala. Big Brother VIP apo Andale? Kush më I mirë? Big Brother. Te Andale. Shumë falinderit që na ndjek, shumë I mirë. Big Brother VIP apo Antala? Unë Big Brother VIP. Asë shoh fare. Shë Antala.
pak. Si bidi që ngëm këtë shumë. A themi kështu me vrap bashk. Antale. Sfida tjetër, imitoni linjën e jetës. Ishte viti 2004. Mbaj mend familja ime nga që nuk kishim shumë mundësi ekonomike. Lodhën nga 2500 lek dhe me 5000 lekëshin e parë. Bra puzët. Ishte viti parë në gjimnaz, edhe mbaj mend shoqja ime, shalabdes, ma futi në grusht, por unë pashë të mirë në asaj situate, dhe pas e vrapa shoqen time, falenderova Zotin që më në fund mund të bëja hundën. Kam shumë vështirë pjesën tjetër, nuk shajtot nga botoksi. Gjatë produksionit, çfarë them tash se kaq kisha? Bëje më dramatike, ku diun, bëre vetulla, bëre vithet. Jepi igja, ha shpejt. Si do shesim ne? Okej. Mbaj mend, ka qenë desarde, që më dhuroj vithe e veta kur unë nuk kisha. Që aty shënjoj një misi e re. Juli, kemi një surprizë për ty. Jo, kemi sjell desin, ja! Ti këm botoksi, ne kënë të dyjave. Kujdesu për vithet që dash, dhe qëndroj fort, se si do e fitosh të loj. Aty gjej forcën. Ledion, shumë faleminderit për këtë super surprizë. Me që deri tani e kemi orientuar episodin drejt Bigut, edhe këtë radhë në Ross kemi marrë What the Fun që kishte të ftuar ish opinionisten e Bigut, Jacqueline Lekataj, dhe sportin që kishte të ftuar ish banoren e këtij edicioni Sabina Meten. Veç me isha. Me të ftuar ish nuk do kemi. What the fuck? What the fuck? Okej, pse na lova fix tu? Mund ta kaloj? Po që hajde bëjmë edhe një hyrje kaq interesante sa kështu. Po pra, pse kemi në një kështu? Tan tan tan. Po Jul tani do kërcesh kështu si tekno që të bësh sikur para shijon muzikën, okay? Për të thënë tan 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 tan. Hapa të nxjerr shalën. Nxjerr shalën se me këtë do ambuk nxjerrë. Okej, plan këtu, po shkoj lart, po vi lart, bëj fytyrën. Pse do fusim të tyja e magazetarja jonë tek emisioni. Thjesht bëj sikur po flet me ne. Atëherë, shikojeni pak lajmin, shikojeni pak çfarë Ua, dal. fix shumë dash. Shikojeni pak. Kujt janë këto lulet? Se kam idenë kujt janë, po prit, mi jepi e kështu bëj sikur të më dha mua kështu tamam për emision. Oh, fatos. Kam të drejtë që ti të më pëlqesh sepse unë i tregova e sinqert. Nuk është e mjaftueshme. Është gjithë kjo bara që mbrojtja që ka vendosur. Më lër të mbaroj mendimin tim. Dhe përpos analizës Fatosi që fton një opinioniste për të dhënë vetë opinionin. Jo, në fakt unë mendoj. Jo, ishte kom mbyllë gojën. Ti se flas unë këtu si jam moderatori. Okej, gjë, mundi më mirë se ti. Dhe pastaj pse s'u vjen ftuar? Po gjej një ftuar dhe unë këtu. Jacqueline, ti je një nga njerëzit më pa filtra që thua mendimin tënd troç, edhe mundosh absolutisht. Po do njerë gjen mundosh. S'u ka një budallik, po s'ka gjë mundosh. Si ke ishte? Më zgjot, okay. Nuk është që e dënoj një njeri që ka një stepje. Jo që ka një stepje, që nuk ka një kanal të lubrifikuar marrëdhënie me prindërit. Lubrifikoni prindërit. Sa jo kam thënë. I tha mirë, më fal, ka disa mënyra për të një gjë shumë thjesht, nuk ka nevojë ta komplikosh, për shembull, kosiani ta stepje. Jo, kanal lubrifikimi me marrëdhënien me prindërit. Okej. Përdorni masa mbrojtëse në raport me prindërit. Frekëndçi dashurisë na. Po tani dashnore në Kosovë i thon një njeriu që është më i afër se sa e dashura. Okej, në situatë hipotetike ka burrin kosovar me dashnoren krevat, e thotaj shpirti jo dashnorja jetit, vetë shtyt ka më tafër. Ka më afër zemrës, si dashnorja e Kosovës është ai që ka më afër zemrës. A je shtirur sikur ke kaluar në orgazm gjatë aktit seksual? Jo. Jo, e kam bërë. Jo, dhe tabelën e kam bërë.
Jo, s'kam vështirë kur. Je xheloze në marrëdhënie? Nuk. Apo s'ka arrit deri këtu? Apo së das të rrit. I thot një gruaje gati 40 vjeçe, fal, akoma s'ka arrit në marrëdhënie ti? Fatosi, ishte 3 vjeç, 24 vjeç. I thot, ke pas një herë marrëdhënie ti se ti me mend të që ke? S'ke për të lidh kur. Tashmë njihesh për kritikat e tua, opinionet e tua, që shpeshherë kanë rezultuar edhe shumë të sakta, me thënë të drejtën. Ta pas kam pas personale me Jacqueline duket. Jam ftu njëri ndërpret, tiri thot ti, ja fut ka herë portës. Misi thot, një herë ja ka futi çik fikës një herë ti, me ca butallisi që ke thënë. Shumë rrallë ke pasur të drejtë. Ferma VIP direkt, pastaj në Big Nuk ka Brother, marrë pushim, reality, nuk pas ka marrë reality. pushim, nuk ka marrë A mendon se ndoshta i bën mirë? Tu po flisnin për Alba Pollozhanin që ka kalu nga Ferma VIP te Big Brother. Po si të ishte Alba Pollozhani në reality-n tonë. Mirë presim këtë herë, Alba Pollozhani çift me Klea. Titujt e reality-t. Alba Pollozhani i thot Aldit best friend. Për çfarë ta dash besën? Për çfarë ta dash besën? Modi në Tiranë nuk është aq i mirë, bie shi, frener dhe njësohesh dhe marrëdhënia mes Brikenas dhe Mateos. Unë çdo ditë kur zgjohem dhe është diell se faleminderit që jam Brikena dhe Mateo mirë. Kështu mas. Faleminderit. Kështu mas don motin, nuk hap motin, shoh përse janë të uzama ajo Brikena me Mateo dhe çika shista. Çika eksa, çika tri. Do bëhemi pak serioz, ne kemi nxjerr pak a shumë shprehje që Ledioni ka thënë këtë edicion dhe edicionin e kaluar. Po pse kemi bërë këtë gjë, sepse Kemi duket bërë her pas diçka. here sikur Jan Kunja drejtuar ish partnerës ose partnerës. Hajde marrim shpejt e Ledionit. Nëse e fut tel dhe e nxjerr çengel, provo ta lyesh me Çelsara. Natën e mirë paçë. Ledion Sulo. Duke që janë kunja për Sarën këto. Se nuk e lynte me Çel, po përdorte kanalin lubrifikimit të marrëdhënies. Se ka dhe shpejt të tjera, si për shembull Armiku ta fut, Yti ta fut, dhe ai që nuk ta ka futur ende thjesht nuk di si. S'ka gjet pikën e dom. Tunde Juli, tunde, e çove desin në katunde, o desio, o kylaçi sa të do. Mirë, Kristi kalo, tani, kalo. Po tu na ndej Selina. Okej, hiko ani. Dhe tu po flisë për të futmen. Ja fut aty, ja fut, ja fut aty, ja fut. Pyetja është, a ja kanë futur Ledionit? Të pyetja unë për herë sa e shotë më janë futur. Ha, Bigu nuk mendoj për banorët, si ja fusin Ledion? Me çaja fusin. Ku ja kanë fut, si ja kanë fut, me çaja kanë fut, ku ja kanë fut. Misi nuk e di se si e pushu akoma shpirti im. Ti je fort, ti je super e fort, ti je shembull tyre disiplinës. Do thot njeriu, po unë mendoj që aja. Si mund si, fal, si se ka prej Fatosi këtë për shembull? Po, Fatosi urrë. Gretja ku ne i sert. Shumë interesant ky këndvështrimi yt Kostian, por që ne këtu jemi për të thënë që ndoshta edhe janë bashk, ndoshta edhe janë ndar, ndoshta edhe po e bëjnë këtë gjë thjesht për të përfolur nga njerëzit, ne nuk e vëmë dot. What the fuck këtu është për të thënë çdo lloj versioni të mundshëm. Ndoshta janë ndarë, ndoshta janë ndarë, ndoshta edhe mund të ndahen, ndoshta më vonë kështu. A kupton të gjitha versionet që të paktën t'ju dalin njëra, a kupton? Po, unë hapu të fund, pres përgjigje, ta thënë, asë dhe se dim. Mirë pafshim. Dhe ne what the fuck? Dorën zjarr nuk e di si është e vërteta. Kishte skena e fundit të what the fuck. Tani është Andales Sporti. Ta i gatim në gjimnastik. Pra, unë me Florin kemi bërë, unë ka marrë në bazë të një shorti që odhëm që quhet Teka Çift, unë ham ra Partizan. Në bazë të ulëmtimeve tona duke bërë gojë leta dhe gërshera, arritëm në përfundimin që Shorti, thonë, ai short shumë pëlqim, ai short që bëhet ku dion, Teka Çift. Unë jam Teku, Tekson Bitchift. E imi amiq! Unë jam Teku, Tekson Bitches. Tekson Bitches. Unë zakonisht jam Teka Çift, Tekson Bitches. Bitch. Kush është kaq narcist i revesa kur bën Teka Çift nxer zero, nxer grusht. Sepse ta arrirë jem duken kështu kur janë çifte, fillon ky ti je narcist, ti surrejton mua. Ti s'mendon kur për nevojat e mia. Ky që mbajnë më të mirë që ka bërë 3 gola 2 vitet e fundit. Atë Selinin e ke pa gjë? Unë se di. Si se di? Se di fara mirë Mos ku po e është. tund këtej. Po shifani. Sinjer. Se shkoj tu knu me atë. Lore ku është? Lore? Ha? S'është tu? S'është? Është pastaj. Ama ne kush Jo. Kush foli? Le, mos u lodh Floro. Parashikimi im.
Parashikimi im. Baba Manco bën parashikimet për vitin 2050. Ujori do jetë në krye në aspekt dashuror do jetë shumë mirë. Bricjapi do jetë i 12-ti. Te futbolli unë kemi ca gjëra të bukura. Një nga ato patjetër mund të jetë Sabina Mete, përshëndetje. Përshëndetje, më pëlqeu shumë hyrja dhe prezantimi. I tha Sabinës që? No, kemi gjëra të bukura. Më pëlqeu thotë ajo. Një gjë jam unë. Kënaqësi që jemi së bashku. Jo, nuk e ishte asnjë lloj presje asaj që ti the, është. Sa se dështoje ndonjë gjë tjetër. Më thua një kompliment që nuk të është thënë ti që mund ta. Femër. A parë që flasë i femër? Po më thënë nuk di çfarë, nuk di Flori, me foli ti lutem. Shiko, dhe ti e di që unë me Realin ka ardhur me të bardha sot. Ti faleminderit që na qetësove. Unë që të mendoj që e ka me mu. Ti ke këmishën e bardhë, unë jam me Realin, domethënë që ti më do shumë mu. Ti ke flok, unë dua të rris, domethënë që ti po mundohesh të bësh përshtypje po me atë që ka. Do që të ngacmoj unë, shoh çka ke. Studion e pas keni shumë të bukur dhe më pëlqen shumë nice. Kemi ca element. Po, ata studion e ka shumë të mirë. Ne, kanë tjetër. Ata kanë shumë mirë, kanë mamë, thonë. S'ka një perde për studia, s'ka gjë. Ju e dini vetë. Kanë ku mbështeten, për shembull, do na kapi skoliozë. Për shembull, ndoshta ju punon telefoni atyre, ne s'kemi kabull, ndoshta. Marrin të gjërat bukur në emision, Sabina Mete. Ne të kemi ftuar për t'i shtuar pak ëmbëlsi edhe për ta bërë tonë më të bukur normalisht. Faleminderit. Po do e fillojmë me Ajo të dy normal që unë do ta bëja të bukur sa. A vash vetë, vash. Sa ti të mamë tha aty s'ke shans ta bësh më të bukur ti atë studio. Po sa është ai mantë, more vet. Po Florin ke drejt. Modestia është pikë e fortë. E pritë këtë, Po kishi thot vetes pritë këtë dhe nuk e pret. Flori, autori i sportit, pritë këtë fjalë. Flori të e pan montazh. Sa gallat Si janë pa lek. parashikimeve të baba mamë. Ti e ke mbyllur shkollën e lartë këtu në Korçë, më trego pak se jam kurioz. Dgjoj. Më kujtohet gjithmonë një intervistë Aleksandr Gjokës që thonë, më ftojnë në podcast. Ju mendoni që nuk e ndoj live. Pse e ka asaj veten Sabina me Aleksandr Gjokën, më kujtove veten kur mendoja që ishte Aleksandr Gjoka. Jo! Tani futbollin unë e di që do shuron. Po futbollistët, a ke ndonjë lloj pëlqimi më tepër? Flori dhe pyetjet e ti. Tani, ti në seks shan. Po futboll ke shan. Që nga intervista ndonë. Deri tash. Po ti lidhi çik ti futboll dashuron. Po Ti po futbollista. sheh televizor, po në televizor ke dalë. Ti po merr frym, ke marrë ndonjëherë frym fush. U prekën dhe kujtojnë çdo gjë e lidhin me seksin. Dhe kujtojnë sikur shqiptar, sikur unë e thash që nuk ka burra sepse nuk janë aq të fuqishëm në shtrat, ta themi troç fare në fjalor në Ua, si e tha troç fare. Të fuqishëm në shtrat. Ua. Çeka, pa filtra fare. Do të pamunuar, mbani pak shëndetje. Sabina në fakt, përveç se mbulon shumë kampionatin shqiptar, je edhe ndër ato bukuroshet që mbulojnë dhe kombëtaren Të tonë. lutem se kur më thua je ndër ato bukuroshet, më duket sikur janë vetëm një bukuroshe. Mam, të lutem tash. Mendoj që jam pra dhe komplimentin e kaq, këtu të tha bukuroshe kaq. Mendoj që ato bukuroshet pa trup. Mos më krahaso me ato, unë jam shumë e zgjuar. Po ti ishe ti trajneri të kombëtarja. Hipotetike ndodhi një ditë. Cilin futbollist do ishe e fuqishme në shtrat me ta? Ta themi kështu jargon, tare. 15 minuta le çdo gjë dhe pastaj të gjitha seancat i ka të mbyllura larg nga mediave dhe nga syri çdo njeriu atë. Makina ti rovin e vërtetë se nuk e bëra vidal. Bëçulle me dosë të poteza, poza, ora kontra që të zeza. Sta me le më donë. Kush është në çerku me nëse më në pegë që nuk është edhe dënia shumë vetë atë. Po ti mansa. Nëse, më mahnit fakti që flet, më thënë se ka njerëz që flasin shpejt dhe nuk kuptohet asnjë lloj fjale, Xhesi, dhe ka njerëz që flasin shpejt dhe kuptojnë shumë njerëz si Sabina. Pasi kisha bërtitur aq shumë edhe kisha festuar aq shumë, e hodha atë çadrën fare, u laga u bëra qum nga kokat e këmbët dhe nga shiu. Dhe Duhet ky specifikim. Faleminderit për specifikimin se nuk mendoj që ishte. Ndoshta ka qenë fuqishme shtratë dhe Marlejsen. Po nëse fakti që duhet ky specifikim thot Mantha, pse më Mantha? Omega, pse morën e ti thot, fillove tani duhet të folur shpejt, nuk e di çfarë po më do. Tani seriozisht. Jo, për në shqipe. pa E shef Bajoni. E rregullojmë montaj. E rregullojmë në post-produksion. Nuk e kemi atë. Sa i keq jo Flori thomaj. E rregulloj montazh, i vendoso muzikë, pa merak. Ja si e ka lart. Ja se editoj unë. Ta editoj, po editoj unë. Asi muzikë të shkret si ka fut. I sound. Kurse Ronaldo, një djalosh i vogël që mua shpesh më sjell në mendje edhe atë shprehje që ti nuk je shëmtuar, ti je i varfër. Morë vesh Mantha.
Ka shpresë madhe edhe për ty s'ka. I thjesht I varfër. Di një italisht tu? To run if you are seeing us right now. Try a DM. Change her mind. Di kush italisht tu? Je français, je contrat terminé. O zemra fol anglisht. Questa è la storia. Monadina. Di shqip kush tu telo na me. Çuditshme ishte sa ai është tipik nordik norvegjez. Me ata flokët bjond, se puna jote kjo s'do me thënë që ti ngjan aty, por Normal. Ti do të thënë që ke flok. Zë më të që ti ngjan aty se ti s'ke flok, po bjond dje. Ke qenë. Je më duar ti jesh. tani ndalim te ky diskutim I Cristiano Ronaldos dhe disiplinës në sport, Se Ronaldo si ka kalu Jennifer Lopez me shoqe me shok? Cristiano I ka kalu ke Jennifer Lopez me shoqe me shok. Edhe shok të vetë. Juliana Nur. Ço ndodhi më ato? Se doja ta pisa kut shopi po s'te pa në sy. O mam to, un klas 5. Sa ti sa ndaja pas? Faqe 6 biologjia. E pe kanë ato mjetë ishte. O ma. O kënaqë, s'ku I shfarë, nga shaka u shkatru bërë. I rivesh kjo pjesa flokëve e barë. Po mirë bodi më burr tani, mashkull që në fundjavë nuk shef futboll. Çfarë do bësh fundjavë? Po pra po. Vërtet është. Imagjino. Unë kur du me I bë përshtypje. Po çfarë më në shoh futboll në fundjavë. Nuk kam kohë me mje flokë. Si te kemi nani. Kishkena fundit Love Marathon. Love Sabina dhe. Se në e Marathon Story këtë sot faleminderit dyve, jo faleminderit Gjesi, unë turr. Okej, vetëm unë më të dashka me sa duket. Na duhet të ndërpresin transmetimin për shkak të një virusi I cili ka pushtuar botën së fundmi. Specialistët në gjithë vendin kanë bërthirrje për ndihmë. Sipas tyre, një numër I madh qytetarësh paraqiten çdo ditë me këtë sëmundje dhe kanë një dëshirë të pakontrolluar për ta tundur siç e tund Selina. Metoda klasike nuk po bëjnë me efekt. Mjekët kanë sugjeruar që të mjekohen në shtëpi duke cituar tekstin motivues të Dalami në Katunde. Ndërkohë në Kanin ka plasur Lia. Lidhemi me korrespondentën ton Julianën. Juliana, më dëgjon? Po des të gjoj. Si është gjendja aty? Gjendja shfaqet shumë e rëndë ku 4 nga të infektuarit kryesor ndodhen mbrapa meje, situata shumë kaotike, po. Sa vetë të infektuar ka? Ka 3 milion të infektuar dhe pritet të infektohen edhe 3 milion të tjerë. Apo e tundit të gjithë Selina? Po, të gjithë po e tundin Selina. Juliana! Çfarë ndodh? Juliana, je mirë? Tunde moj Selina, tunde. Po, të përgjigju, Të Juliana. Dalami në Katunde, le të thotë. U infektua dhe Juliana. Nala. Avokatët e familjes raportojnë rritje të kërkesave për divorc. Arsyeja më e shpeshtë e përmendur është që burri do të shkojë në përputhjen. Kjo arsye po zëvendëson konflikte tradicionale dhe është një sinjal I qartë krize. Gratë kanë një thirrje. Kemi frikë se do përfundojmë si Ina. Nutricionistët kanë paralajmëruar për rreziqet e dietave vetëm me bajame. Kjo e diete po shkakton efekte anësore të pazakonta, përfshirë kyçe shumë të ftohta dhe dhëmë si ruaza që ndriçojnë errësirë. Kjo është gjithçka që kishim përgatitur për sot. O sa më kruhet. O infektove dhe ti? Jam infektu? Tunde moj Selina, çfarë po ndodh? Gande, puçi, shpejt. Tunde moj Selina, tunde. Puçi. Ándale.